Por gjithë procesi tjetër po ndodh atje, nuk e di pse, ndoshta për të liruar vend që të vinë plerat e tjera, sepse s'mund të mbaj pafund landfilli atje. Një situatë kemi në Tiranë, një situatë kemi edhe në Fier gjithashtu. Çfarë situatë është kjo? Çfarë dëmi shkakton ajo tymnaj që ka mbuluar Elbasanin tani? Si të mos i mungonin Elbasanit gjithë llojet e helmimeve që ka pasur për gjatë dekadave, i hushtua dhe kjo e tymit plerave. Sa po e thatë edhe ju, pra intuita popullore tashmë është e qartë, se nuk është një rast sporadik, është rasti përsëritur në Elbasan, i përsëritur në Durrës, në Vlorë e gjithandej. Edhe në Kukës para vjet më duket, pra është një keqje e madhe e këtij vendi që nuk e di, domethënë, si nuk po kuptohet që nuk mund të ecë në këtë mënyrë. Duhet bërë diçka. Okej, ta zëm se Edi Rama është i fiksuar me incinerator. Dhe ta bëj një incinerator në Elbasan, po të bëj një incinerator, se ajo që është aty është një themi një mbetje, është një mbetje e kompanive të ndryshme të mbledhura ndek dhe hekurishte nga bota. Ai që është, thoni ju, që ta kuptoj publiku, ai incineratori që është atje që nuk punon, edhe po të punoj, thoni ju, ai prap nuk quhet incinerator. Jo, nuk është incinerator ai, nuk është incinerator. Shikoj, un kam një argument që e kam thënë disa herë, po është shumë e vështirë të kapet në Shqipëri. Për arsye se ajo që ndodh zakonisht tu është që bëhet një tender më i madh edhe natyrisht ka dhe një vjedhje edhe gjithë shigjetat janë ke vjedhje që Ja, një moment Feruni, sepse kemi pak probleme me linjën, vetëm pak sekonda sa regjia të përpiqet të rilidhet. Dhe ka ngecje ndonjëherë lidhje të tilla. Po, jemi zoti Feruni. Edhe një herë prap. Ishim tek një tender edhe më i madh që bëhet. Më vjen keq që nuk isha aty, ndoshta në studio do ishte tema shumë delikate për vendin. Dhe është shumë delikate për faktin se ne po promovojmë një Shqipëri shumë ambientale, dashamirëse, me mjedisin, me një ekosistem dhe me një natyrë të mrekullueshme kështu me radhë. Nga ana tjetër, kemi këtë pamjen reale që ndodh, siç është kjo Elbasani, që është gati apokaliptike, ashtu si duket me atë tymin e zi, është një tmerr, domethënë. Por ajo që doja të thoja është që ne nuk kemi incinerator në Elbasan. Një incinerator kushton 100 milion euro, aq sa tha Edi Rama në takim në atë seancën parlamentare me zonjën Tabaku, që pa të thënë aty në një moment që pak ka fiksuar 100 milion euro për nëse Edi Rama do të bëj incinerim, le ta bëjnë 100 milion euro një në Elbasan, mjafton kapitulli mbyllur, nuk funksionon fare dhe duhet i kthehet asaj që ka. Dëgjohem tani apo prap ka problem? Po, dëgjohem, jo, tani jemi te pjesa që dëgjohet. Ndonjëherë ka një ngecje. Po, okay, bëhet qefi. Pra, ajo që po them është që të maksimalizojmë riciklimin. Dhe fillon edhe me një parandalimin. Shiko, gjërat janë të lidhura, pra ne nuk po ndërtojmë një Shqipëri tamam siç duhet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Për arsye se ne, ndryshe nga shumë vende europiane, po flasim edhe në rajon këtu në Ballkan, edhe në Bosnjë, ne shqiptarët blejmë ujë me bidona. Tani shiko logjika. Të gjithë të bidonat plastik tani shtohen dhe më shumë me turistat, shkojnë në landfill. Dhe fakti që është zjarr, landfilli është se ajo plastika është naftë dhe ka një fuqi kalorifike të madhe që digjet aty, prandaj dhe është ky zjarr i madh. Edhe kjo si mund zgjidhet? E para duhet parandaluar, pra duhet ketë një strategji për ujin e pishëm që të shkojnë në çezmat e qytetarëve dhe të minimizohet çështja e blerjes së ujit me plastik.
kjo është e para. Nëse kjo nuk bëhet, të paktën duhet të shkojmë prapë ke riciklimit, të riciklojmë pjesën më të madhe të plastikës. Që ti ndajmë qënë burim, si që është se tani shqiptarët shkojnë me